nëse Irani do kishte armë bërthamore, në këtë pikë mendoj se nuk do të kishte patur një guxim kaq të madh nga Izraeli që të sulmonte në mënyrën siç bëri. Kështu që nuk mendoj që është kërcënimi i armëve bërthamore në këtë moment. Energjia bërthamore pastaj është tjetër gjë e Iranit. Ajo që unë po them në këtë rast është kjo që është një popull është një luftë e vështirë në të cilën Amerika nuk dëshiron të futet aq më tepër me çizmet në terren, sepse ka një përvojë të tillë me Irakun dhe kjo nuk pati shumë popularitet. Një luftë në Iran e tillë me çizme në terren do të krijonte akoma dhe më shumë humbje, qoftë politike, por qoftë edhe në jetë njerëzish, edhe nga ana e ushtrisë. Izraeli nga ana tjetër nuk është në gjendje që të mund ta përballojë këtë luftë vetëm. Izraeli mund të bëjë goditje të vazhdueshme duke gjynjëzuar infrastrukturën kyçe, atë që është duke bërë aktualisht, por kjo nuk do të mund të çonte në një rrëzim të regjimit. Dhe e treta është që të gjitha këto ndërhyrje duhet të jenë të matura. Pra, ajo që duan Amerika bashkë me Izraelin nuk është një pushtim në formën klasike siç ne e kuptojmë, edhe sepse kjo do të çonte që pasioni i popullit të shkonte të prodhonte atë efekt që quhet grumbullimi rreth flamurit. Pra populli, në vend që të ngrihet dhe të rrëzojë qeverinë, populli krijon një urrëtie akoma më të madhe për kundërshtarin e tyre dhe e mbështet qeverinë në pushtet. Prandaj janë duke u treguar të matur. Por ajo që duan, mendoj unë, është rrëzimi i regjimit dhe rivendosja e një regjimi tjetër i cili do të kishte politika të cilat përafrohen ose shkojnë në linjë me interesat e Izraelit dhe të Amerikës.